Në 3 periudha të ndryshme të historisë së Shqipërisë. Pritet që në përfundim të homazheve të jetë kryeministri Edi Rama dhe bashkëshortja Fatos Nanos, Gjoana Nano, që do të mbajnë fjalën në kujtim të veprës së tij dhe më pas do të zhvillohet ceremonia e varrimit, e cila, siç ka kërkuar familja, do të jetë një ceremoni private. Nga ana tjetër pritet që për të zhvilluar homazhet të vinë edhe delegacione të tjera, një delegacion nga Kosova që do të ketë në krye kryeministrin Albin Kurti dhe një pjesë i qeverisë Kosovës, gjithashtu edhe deputet pritet që të zhvilloj homazhe në Pallatin e Kongreseve në kujtim të Fatos Nanos për të shprehur ngushëllime dhe gjithashtu për të zhvilluar homazhe për të nga Maqedonia e Veriut do të vi kreu i BDI-s Ali Ahmeti, në homazhe do të jetë edhe zvendës kryeministri i Malit të Zi, ndërkohë që nga Partia Demokratike burime bëjnë me dije se në orën 11 pritet që të vinë si përfaqësues sekretari i përgjithshëm Flamur Nokas bashku me nënkryetarin e Partisë Demokratike Agron Xhekmarka, dhe ata do të jenë përfaqësuesit e opozitës që do të zhvillojnë homazhin në emër të Partisë Demokratike. Më herët në fakt ne kemi parë edhe krerët e partive aleate të opozitës, Agron Dukën e Partisë Agrare Ambientaliste dhe Fatmir Mediun, të cilët të Partisë Republikane, të cilët pasi zhvilluan homazhin mbajtën dhe një fjalë të shkurtër duke vlerësuar figurën e Fatos Nanos, i cili pavarësisht të gjitha drithieve që pati në politikë ka qenë një figurë që pikërisht është vlerësuar për faktin që dinte t'i thoshte stop pushtetit, dinte kur të vinte në një farë mënyrë dhe dinte kur të largohej nga pushteti pa mbajtur karrigen me thonë, sepse ai ka qenë në fakt një politikan i cili ka dhënë disa herë dorëheqjen nga posti i kryeministrit dhe në fakt diçka që e vlerësoi edhe ai që mund të cilësohet si kundërshtar i tij i përjetshëm, Sali Berisha, i cili është shprehur në deklaratën e tij pas ndarjes nga jeta të Fatos Nanos, deklaroi se Fatos Nano ka meritën e reformimit të Partisë Socialiste, antarësimin e saj në forumet marrëta ndërkombëtare, si dhe pranimin e rotacionit të pushtetit në një mënyrë paqësore, duke sjell një situatë e cila duket e pamundur në kohën kur ne po jetojmë sot, pra mënyrën se si është transformuar demokracia në Shqipëri. Ka një rast të gjatë njerëzish të cilët, siç e shihni, janë duke hyrë në ambientet e Pallatit Kongreseve për të zhvilluar homazhe, për shkak se pavarësisht të gjitha mëkateve që Fatos Nano mund të pasur, ai ka qenë një nga politikanët më të rëndësishëm të tranzicionit, periudhës tranzicionit.